Kam kënaqësinë që të vazhdojmë në pjesën e dytë të ligjërata që kanë të bëjnë me qartimin e grindjes dhe polemikës, që është një temë me vërtet shumë e rëndësishme, dhe që është një cilësi që është e përhapur shumë tek njerëzit në përgjithësi, që grinden pa pas nevojë, futen polemika në gjëra të thella që as dietarët e mëdhenj nuk i kanë dalë në fund. Dhe si rezultat i kësaj është humbja e kohës, humbja e shpërblimit, humbja e vllazëllakut e shumë humbje e dështimeve tjera. Feja nuk kërkohet përmes debatit, transmetimi i radhës. Një burr erdhi tek Hasan al-Basriu dhe i tha: "Eja të debatojmë për fenë." Hasan al-Basriu i tha: "Sa më përket mua, unë e kam gjetur dhe qartësuar fenë time. Nëse ti e ke humbur tëndën, atëherë shko e kërkoj." Sa bukur ka kthy përgjigjen Hasan al-Basriu njërit prej njerëzve të debatit. Ka thonë: "Eja të debatojmë për fenë." Kur ai ka qenë me ndonjë sekt, ka thonë: "Ne kam fenë e qarta, Hasan al-Basriu. Unë ka qartësu feja, unë s'kam dërshime në fejë. Po ti nëse e ke humb, ti shko kërkoj." Edhe shikoni, Imam Hasan al-Basriu rahimahullah sot asaj dite vazhdimisht përmendet. Edhe fjalët e tij u ngjasojnë fjalëve të pejgamberit. Kurse ai personi nuk dihet as kush është. Nuk dihet kush është. Çfarë njerëzit e debatit, apo çfarë përfundimi kanë? Ju humb vlera, ju humb aktivisht përmendje e mirë. Kujdes nga polemikat këshilla e Imran el-Kasirit. Ai ka thonë: "Ruhen nga grindjet. Keni kujdes nga grindjet dhe debatet në fe. Ato nuk sjellin dritë, por vetëm errësirë dhe ndarje." Shikoni? Ato ruhen nga debatet në fe, se ato nuk sjellin dritë, po vetëm errësirë sjellin. Edhe me dërë dhe ashtu është. Debatet futet, se në debate hin i nati. Në debate shfaqet i nati, shfaqet armisia dhe se cili më duhet me kthy tjetrit dhe futet me disa mendime të çuditshme. Dhe veç shkojnë duke u zhyt në errësirë çdo herë më shumë. Po atë runë nga debatet fejsa, ato sjellin vetëm errësirë, nuk sjellin dritë. Dhe po thotë ndarje. Ta unë sjellin përçarje. Kjo është shumë e vërtetë. Sa asnjëra përçarje për shkak debateve. Pastaj thotë ruhen nga nxehtësit, ruhen nga njerëzit që gjithmonë pyesin për të nxitur polemika. Çfarë mendon për këtë? Po për këtë tjetrën? Këta njerëz nuk mungojnë në për disa ndërë. Gjithmonë pyesin: çfarë mendon për këtë? Çfarë mendon për këtë? Nuk i bojnë këtë pyetje për me mësu tjetërveshme, po vetëm për me debatu, për me shfaq vetën. Atë runën nga këta njerëz. Qëllimi i pyetjes, jo çdo pyetje lind nga dëshira për të mësuar. Disa pyetje kanë si qëllim vetëm sjelljen e konfuzionit dhe dyshimit. Kështu dallon njerëz. Disa njerëz vetëm me sjell dyshim, konfuzion, bojnë pyetje, nuk bojnë pyetje me mësu realisht. Rreziku i dyshimit në zemër. Po, edhe kjo është një transmetim interesant nga izraelitët që kanë përmendur se lekë, që Allah i Madhëshëm ka thonë Musës: "O Musa, mos debato me pasuesit e Efshe, sepse mund të bjerë ndonjë dyshim në zemër e kështu të shkatraj dhe të fusë në zjarr." Këtë përmend nga shpalljet e mëshme dietari Husajfi. Ky paralajmërim i lashtë është një vërejtje e fuqishme e debatit me pasues të devijit. Nuk është provë e forcës, mund të jetë fillimi i humbjes. Në shikani, nuk është tja veçantë për këtë umet, muruj nga debati me njerëz e devijimit, po edhe deri edhe te Musa a.s. Me thëtë Allah i Madhëshëm se mundet o mus me hytym të një dyshim edhe për shkak të asaj të mu shkatru
dhe me shku në zjarr. Edhe sa shpesh ndodh kjo. Sa njëri bjen prej siratit për shkak të debate. Se në dy anë të siratit janë ato grepa që i tërhiqin njerëz me gjujt poshtë. Njëri prej grepave ose prej thera është thera të dyshimit. Ai që ka rënë debate në dyshime, realisht mund ato grepat me marrë me nxjerr prej siratit. Debatuesit dëmtojnë shoqërinë. Safwan ibn Muhriz ishte afër disa të rinjve që po debatoni kur pa ai shkundi rrobat e tij, unë ngrit dhe u tha pa hezitim: ju jeni si zeba, ju jeni si zebra. Grindja dhe polemika nxitën si smundja, kalojnë nga njeriu te tjetri duke infektuar mendjet dhe zemrat e komunitetit. Pra shikoni këtë dietar fisnik Safwan ibn Muhriz, i ka pa disa tri duke debatu, veç u ngrit kam edhe ka thonë: ju jeni si zeba, ju jeni si zeba. E zeba është ajo smuja e lëkurës që të mohon thua që është e nxitshme. Zhunga, pa, të zhunga. Që ka thonë ti je nuk e bë zhunga, që dëgjoj këtë shprehje. Ai ka thonë: ju jeni zhungë, edhe ka ikë prej tyre. Se lënë më të kësi se zhunga. Më të kësi se zeba. Se zjebat mundet me ta smujnë kurën, kurse debatet këtu ta smujnë mendjen, ta smujnë zemrën, ja shumë e keq. Devotshmëria dhe debati nuk shkojnë bashkë. Një njeri i devotshëm nuk grindet dhe nuk debaton asnjëherë për fenë. Abdul Kerim El-Jazari. Shkani, çfarë deklaratë të fuqishme. Një njeri i devotshëm nuk grindet dhe nuk debaton asnjëherë për fenë. Nuk është si nuk bën bashkë të dyja. Zalafila e humbjes. Amr ibn Qais e pyeti dietarin Hakam çfarë i shtyn njerëzit të pinë prej e epshe dhe devime. Ai u përgjigj shkurt, qartë dhe prej pasnjë hëllësi të tepër, debatet dhe grindje. Kam pyet këtë dietar, çka i kanë njerëzit në humbje në devim? A debatet dhe grindje. E kjo është e vërteta. Debatet të tepërta dhe grindjet, përmes tyre kanë lind sektën e devim. Rruga e vetme e saktë. Ebu Hamza e pyeti Ibrahim Nakhaiun se cila prej rryma dhe media të reja i pëlqente më shumë. Ibrahimi u përgjigj: Allahu nuk ka lënë asnjë grim mirësie në asnjërin prej tyre. Ato janë vetëm zbukurime të shejtanit. E vërteta është vetëm te rruga e parë, rruga e hershme profetike. Shikoni, Ibrahim Nakhaiu, i cili është prej nxënësave të Abdullah ibn Mesudit. Është një prej transmetuesve të mëdhenj të dijes të sahabëve dhe dijes profetike. Dhe po thotë, kur e pyet se pëlqen më shumë prej këtyre rrymave, thotë Allah nuk ka bë hajër as në grim prej këtyre rrymave, prej këtyre teka, prej këtyre çefe. Janë gjëra humbje devim.